Ditët e fundit janë stacionuar këtu. Zyrtarët policor tashmë kontrollojnë çdo automjet që dyshohet se bart mjete pune apo materiale ndërtimore. Në rrugën që çon nga Peja për në Rugov, kontrollet janë bërë të rrepta. Që nga 4 marsi i vitit 2026, asnjë mjet që bart materiale ndërtimore dhe asnjë makineri e rëndë si eskavator, buldozer apo kamion nuk lejohet të hyjë në bjeshkët e Nemuna dhe malet e Sharrit pa një leje të posaçme. Ky vendim u mor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli, e cila fillimisht njoftoi përmes një postimi në Facebook e 4 ditë më vonë edhe përmes një videoje. Kemi marrë një vendim i cili ndalon transportin e mallrave ndërtimore brenda parqeve kombëtare. Hyrjet e parqeve do të kontrollohen në mënyrë të rreptë. Duket se kjo mas do të qëndrojë për një kohë të gjatë. Ky vendim do të qëndrojë në fuqi deri në momentin kur ne si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sigurojnë mbrojtje të parqeve tona kombëtare nga ndërtimet ilegale të cilat deri më tani i kanë degraduar jashtëzakonisht shumë ato. Për shkak të këtij vendimi, Agronikshi rrezikon të mos mund ta ngul as edhe një gozhd në shtëpinë që ka nisur ta ndërtojë vitet e fundit në shtëpesh të madh të Rrugovës. Të paktën jo pa marrë një leje të posaçme nga Ministria e Mjedisit. Pa të, asaj, as shumë banor të 15 fshatrave të Rrugovës apo 13 zonave kadastrale nuk mund të rregullojnë shtëpitë apo bizneset e tyre. Ka villa, ka restorane, ka hotele, të cilat kanë nevojë mirëmbajtje, kanë nevojë për kujdesje, kanë nevojë me ndru lukt, kanë nevojë me ndru dritare, me ndru dyrt, me qiti bërcuka, me ndru banjo. Këto nuk kanë të bëjnë me leje të ndërtimit, sepse këto janë të ndërtuara para se marrë parku, janë të ndërtuara para se më bëhen plani hapësinor. Sipas tij, një praktikë e tillë nuk ndodh askund në botë. Po njerëzit kanë nevojë me dalë në shtëpitë vet, kanë nevojë me kthyen në qytet, kanë nevojë me punu anë. Kjo është një far pako e ndalese, e cila në kuadër të mjeteve të rënda i kanë fut edhe dritaret e dyrt, e kolicat, e lopatat e tjera, të cilat janë diskriminuese për këtë vend. Nikçi, i cili përfaqëson në fshatra të Rrugovës, e konsideron vendimin e ministres Pacolli si të ngotshëm dhe nuk përjashton mundësinë që ai të jetë ndikuar edhe nga motive politike. Po më duket se ka edhe një tendencë nga institucionet që kjo trev të jetë më vonë mu zhvillu, e të zhvillohen në zona tjera, apo ndoshta më shko menja dhe farinote politike, cilat po kanë ndikim, njerëzit për hatër temin bënja ati për hatër tontin atë tjetrit. A i kërkon që ky vendim të zhbëhet sa më parë. I lusim institucionet, gjithë ata që e kanë marrë këtë vendim, në mënyrën më të mirë e më të mundshme dhe më të shpejt, le të zhbojnë këtë vendim dhe të qasen bisedimeve, kërkesave të banorëve, të trajtohen banorët e Rrugovës si gjithë banorët e Kosovës. Republika e Kosovës ka 2 parqe kombëtare, bjeshkët e Nemuna të njohura edhe si Alpet shqiptare, të shtrira në komunën e Pejës, Gjakovës, Istogut, Deçanit dhe Junikut, dhe parku tjetër Malet e Sharrit, që mbulojnë komunën e Prizrenit, Dragashit, Suarekës, Shtërpsës dhe Kaçanikut.